Salam, hoxh. A është ndaluar që të pi ujë djali im nga një vend që ka afër manastir për të folë? Aleikum salam, Abdullah. Moj motor, Allahu ta ruaj ta djalë, e ta forcoft, e ta bekoft, e inshallah shëran e flet. Çoj moj motor të mjeku. Këshire marrë krejt se bepët halal. Lexoj edhe Kur'an, elbete. Wallahi as te manastiri, as te xhamia, pasha Allahun, as në qabe. Nuk i bën dobi nëse Allahu Gjeleshanu nuk e ka shkru. Përveç për du me bani ndërhyme që mos keq kuptohem, uji Zemzem i ka vetit e veta shëruse, por nëse besimtari e pin me bindje, ajo është i veçantë. Për ndryshe, afër xhamin, afër manastirin, afër tyrban, afër teqen, afër hoxhen, afër nuk bëjnë dobi këtë sene. Bile për kundrazim me besu në gjërat të tilla, është shirk. Nuk po thëmë veç manastirin. Nëse ti mendon që qeshmja te xhamia, e shnosh një fëmijë se s'po fol, audhu billah, shirk është kjo. Edhe te xhamia, po vallahi edhe te xhamia. Prandaj motor, vallahi nuk shërohet kështu fëmia. Allah na përmirësoft, Allah na rujt imanin. Rune imanin.